mua më shtoi pak kurreshtë në Esli duke thënë suksesi. Si fakt dietar flasin që suksesi vjen dhe një nga elementet të tjera të bukur që quhet istikfari, kërkimi i faljes. Pra kur njeriu kërkon falje Zotit, Zoti mandushin dhe sukses. Po të shohim një nga thënjet profetike që flasin pikërisht për muajin e Ramazanit. Me që jemi në muajin e Ramazanit, të jap një mesazh pikërisht për këtë muaj, duke lidhur edhe me suksesin dhe me kërkimin e faljes. Pejgamberi alayhis salam thot: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Thot kush agjon muajin e Ramazanit, duke shpresuar tek ai me besim plot, i falen të gjithë gjunafet e kaluara. Pra muaji i Ramazanit vetvete ka dhe faljen e gjunafeve. Normalisht njeriu duhet të kërkojë vazhdimisht istikfar, kërkimin e faljes. Atëherë në transmetimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë, në çdo mexhlis që ulej, ai kërkonte 70 apo 100 herë falje, pra kërkim falje. Që mesazhi i profetit Zotit është që ne si individ kemi nevojë të kërkojmë falje Zotit. Pra duke nështruar Zotit, duke kërkuar falje Zotit për gjunafet, ai na jep dhe neve suksesin, apo njëkohësisht na e bie edhe këtë muaj Ramazani që neve të na falen gjunafet e vitit kaluar, të tashmes edhe në të ardhmen me lejen e Zotit. Pjesa se si unë përpiqem që Ramazanin ta dërthur me pjesën e istikfarit, pa e veçuar faktin që istikfarin ne kemi të përditshëm, por në periudhën e Ramazanit kur ne jemi dhe agjërueshëm, istikfari le themi është i shumë fishuar. Ajo që unë mbaj gjithë kohës në mendjen time është bindja që unë po kërkoj falje dhe po i kërkoj falje të gjithëmshirshmit. Dhe momenti që falja është falja dhe ajo le themi kërkesa që unë bëj tek Zoti është e sinqertë, unë nuk e bëj më lutjen me dyshim. Unë lutjen për faljen e gjunaheve të kaluara, të tashme, ndaj të vogla të atyre që dim dhe atyre që nuk dim, me bindjen që Zoti mua do ma fal këtë. Zoti ka thënë që më kërkoni falje dhe unë do ju fal. Gjithashtu ka thënë në një ajet tjetër, unë nuk do t'i dënoj ata për sa kohë që ata më kërkojnë falje mua, apo jo. Dhe një slogani që ne kemi zgjedhur 30 hapa drejt mëshirës, mendoj që një ndër hapat më të rëndësishëm është mëshira e Zotit që ne arrijmë nëpërmjet kërkimit të faljes këtij. Temi estakfirullah, apo Zot më fal, apo një kërkim falje për një gjuna specifik që secili e din dhe e vuan brenda vetes tij, mendoj që Ramazani është koha më ideale për ta bërë këtë gjë. Dim gjithashtu që para iftarit, lutja e agjëruesit nuk refuzohet apo jo. Dhe mendoj që ky është momenti më i mirë për të shfryzuar për të kërkuar faljet e Zotit, duke ditur që lutja është e pranuar, por i kërkojmë falje gjithëmshirshmit. Dhe në momentin që ne kemi lutjen dhe rikthimit e Zotit sinqert, nuk kemi pse dyshojmë më për pjesën e pranimit lutjes tona apo të faljes gjunave tona. Atëherë duke shpresuar që gjithëve neve ta fali Zoti i Madhëshëm nga gjunafet tona, të jetë një mundësi që ky muaj Ramazanit ne ta përdorim vazhdimisht edhe istikfarin, kërkimin e faljes. Në duat tona gjatë iftarit, në sejdët tona, në rukut tona, në adhurimet tona ta kemi pjesë. Edhe është shumë e rëndësishme që gjithë individët që dëgjojnë këtë video, shumë për njerëzve ndoshta kanë dhe për egon e tyre, thotë, pse do të kërkoj falje unë s'kam bërë gjunafe. Njeriu bën gjunafe sa del nga shtëpia. Pra gjunafet tona janë gjunave që ne ndoshta nuk e ndjejmë kur i bëj gjunaf. Ndoshta një fjalë, një shikim, një situatë e caktuar dhe gjithkohës ne jemi pjesë të këtyre veprimeve tona. Dhe është mirë që njeriu ta mësojë gjuhën e tij të kërkojë falje, o Zot më fal. Përdorimi i istikfarit nga vetë profeti sa më shpërdorur për ta mësuar neve si edukat që njeriu të jetë gjithmonë i nështruar para Zotit gjithësisë dhe kërkoj falje për gjunafet e tij. Edhe diçka, njerëzit nuk duhet ta shohin momentin e kërkimit faljes si moment dobësie tek ata, por përkundrazi, unë mendoj që është fort, sepse në momentin që ti reflekton, momentin që ti rikthehesh, momentin që ti rikthehesh me një pra kupton gabimin, do thotë që është hap i rëndësishëm. Je i sinqert në atë që bën. Eksakt, je dhe i sinqert në pendimin që ti ke bërë apo jo. Kjo është moment shumë që tregon që ti je një person i fortë, ditë reflektosh, ditë përmirësohesh, ditë për të përpiqesh të ta bësh më mirë diçka që ti e ke bërë gabim, nuk tregon absolutisht shumë mendopsie, sidomos kur ti kërkon falje krijuesit, gjithëmshirshmit. Po, patjetër. Domethënë nuk është ai stadi ku ti je fajtori, por ti je ai personi i cili ke mundësinë të njohësh veten, të njohësh gabimin dhe të ngrihesh një shkallë më lart. Ti do të përmirësohesh. Pikërisht. Atëherë Stera, ne të falenderojmë shumë për këtë mesazhe. Kënaqësia e madhe jona që ke qenë pjesë e forumit nga 2010-2025, ne të urojmë suksese në jetën tënde të vazhdueshme. Edhe pse këtë vit prapë ke qenë pjesë e jone, munduar të jesh pjesë e forumit, ke kontribuar vazhdimisht tek studentët, dhe kjo është gjë shumë e bukur dhe ne
duam që studentët që atë pse dalin të jenë pjesë prapë të aktiviteteve dhe mesazheve kaq të bukura. Dhe një herë shumë faleminderit për aktivitetin tënd dhe shpresojmë që takojmë gjithmonë për mirë. Dhe këto mesazhe t'i ndikojnë e t'i vlejë dhe të rive që na dëgjojnë. Dhe urojmë dhe shpresojmë që Zoti na ketë pranuar këtë muaj Ramazanit e timi për tyre që i marrim dhe falin e Zotit. Unë ju falenderoj shumë për ftesën profesor dhe vlerësoj shumë që e kam derën hapur gjithmonë aty edhe një bravo shumë madhe që keni krijuar një derë aty që është për gjithë studentët e hapur, si ato që janë aktualisht dhe si ato që rikthehen. Zoti shpëlbej. Faleminderit dhe takoni. Faleminderit, suksese. Shihem në takimin e radhës.